të grabitësve dhe ka mbetur i vrar dikur rreth 200 apo 300 metra nga ky vend pra pikërisht ku ka ndodhur edhe ngjarja. Nëse më lejon, atëherë Po, hajde më ndihmo sepse shiko, ky nuk është një pamje, është një pamje gati surreale. Bagazhet dhe parate të paktën 3 apo 4 bankave të nivelit të dytë janë duke u embarkuar dhe për të futur në barkun e avionit, nëse mund ta themi në gjuhën e popullit. Personi që ju shihni në këtë foto është i veshur me kamuflazh ushtarak, i pajisur me antiplumb, ka mas në kokë, ka armatim të rëndë, kalashnikov. Do të thënë janë të dy grabitës. Janë të dy grabitës. Ndërsa këtu është pensioni sigurisë aeroportit me duart lart. Sigurisht sepse ka një grabitës të tretë. Nuk ka më foto domethënë, se lutem ma trego pak që do duhet të duket komplet, me duart lart. Kemi disa foto të tjera në fakt, po për të sqaruar. Atëherë çfarë është kjo foto dhe çfarë tregon kjo? Në momentin kur parat po vendoseshin dhe avioni ishte gati për të nisur në drejtim të Vienës, bëj fjalë për orën rreth 15:05 minuta, avioni do të thonte nga Tirana në drejtim të Vienës, në bordin e tij ishin rreth 160 pasagjerë, të paktën ky është numri i dhënë zyrtarisht. Janë pastaj veprimet e fundit që kryen personeli i sigurisë, siç është edhe ngarkesa e vlerave monetare, e cila për shkaqe sigurie bëhet në momentin e fundit pasi parat dorëzohen nga kompanitë e sigurimit. Në këtë moment janë grabitësit cilët kanë drejtuar armatimin e rënd në drejtim të punonjësve të sigurisë aeroportit. Ka foto tjera në fakt që jo të gjitha ne i disponojmë, por kemi arritur t'i shohim, ku punonjësit shtrihen barkas dhe i detyrojnë të ulen. Fotot nuk janë të policisë, besoj, janë të pasagerëve. I ka të sekuestruar edhe policia, besoj, sepse më pas policia ka shkuar, ka hyrë brenda në avion, ka kërkuar secilit prej pasagjerëve nëse kishte ndonjë video apo këto janë më pas veprime hetimore në fakt që po kryen nga punonjësit e grupi hetimor e tjerë me radhë. Për të kthyer prapë nëse mundet regjia tek fotoja e parë, ky person i cili mendohet të jetë jo më shumë se 30-35 vjeç, është gjetur i vrarë pak minuta më vonë. Në pamje të parë duket si një djali i cili është si një zotri pa flok, por realisht kjo është maska. Atëherë kjo është maska, bëhet fjalë për një maskë silikoni që ka vendosur nga koka deri në pjesën e kërfizës. Dhe në foto që pastaj është treguar ai i hedhur në tokë, është hedhur nga shokët e tij. Atëherë do ta sqaroj këtë gjë, do kemi një plan tjetër për ta treguar se çfarë ka ndodhur. Në fakt nuk është fytyra e tij e vërtet, bëhet fjalë në momentin që është hequr maska e silikonit, të cilën e ka të veshur deri në pjesën e kërfizës, është një maskë silikoni që e ka mbështetur gjatë gjithë trupit që nga fytyra ka mbuluar edhe pjesën e parë të gjoksit dhe deri tek kërfiza. Është një person i cili është me tipare brun, me flokë të qethura shkurtë dhe me mjekër. Pra, nuk ka identifikim të personit deri tani. Jo, deri më tani, sa ne po flasim, janë marrë gjurmët e gështërimve, janë dërguar në qendrën daktiloskopike për të parë nëse ky person ka rekorde kriminale, por është i skeduar më herët nga policia, nëse nuk do të arrihet të identifikohet në këtë mënyrë, më pas ish drejtuesit e policisë mund të na sqarojnë, mund t'i drejtohen edhe kompanisë së pasaportave, pra që po dhon pasaporta, sepse në momentin që një person pajiset me pasaport, lë shenjat e gishtave dhe në këtë mënyrë mund ta jetë i mundur. Më dërgoj një mesazh që më thonë, është arrestuar njëri prej personave, së shpejti publikohet emri. Ke dëgjuar, ke të dhëna për këtë apo tani të gjithë? Atëherë, të lutem, ka shumë persona të shoqëruar, janë duke u marrë në pyetje, deri në këto momente që ne po flasim, nuk ka një person të arrestuar pra me urdhër zyrtar arresti, por megjithatë ka dyshime si brenda kompanisë që siguron aeroportin, ashtu edhe kompanive që kanë bërë transportin e vlerave monetare dhe personat cilët janë duke hetuar. Po zyrtarisht deri në këtë momente nuk kemi. Nëse do të ndodhë në orët në vijim, ne do ta transmetojmë. Nëse regjia do më ndihmon për ta përmbyllur gjithë të fazën, atëherë dua të sqaroj se çfarë ka ndodhur. Në fakt nga ka hyrë furgoni grabitësve, si ka arritur të depërtojë deri në pistë. Nuk e di, atëherë bëhet fjalë pikërisht për këtë pistë, siç e shikoni në pamjet parë është pista e aeroportit të Rinasit, në anën e djathtë, pra nëse kemi parasysh kur jemi përpara godinës së aeroportit ose më saktë terminalit, në krahun e djathtë, pra në anën juglindje është tapiza. Në pjesën fundore të pistës është dera e cila përdoret nga shërbimet zjarr fikse. Nga grupi hetimor më është konfirmuar fakti që grabitësit kanë përdorur një automjet për të tërhequr me zinxhir një pjesë të bllokut të betonit që nuk arrinin ta spostonin, më pas kanë përdorur gërshër dhe dara për të prishur të gjithë rrjetën e telit, pra telave me gjemba dhe telit që ruan sigurinë. Kanë arritur të depërtojnë deri tek avioni, që është një detaj mjaft interesant në fakt në avion në drejtim të Vienës, nuk e di nëse do të qëndronte në Vjenë apo tranzit, ka qenë edhe ish prokurori i përgjithshëm Adria Tiklalla, besoj që është një ndër personat. Ka qenë pasagjer. Dhe ka parë gjithë ngjarjen. Besoj po, sepse në dëshmi që kanë
në dëshminë që kanë dhënë disa nga pasagjerët kanë deklaruar që në momentet e para kanë dyshuar që bëj fjalë për një stërvitje apo trajnim policor dhe për këtë arsye i kanë ndjekur me shumë interes të gjitha lëvizjet pa e ditur që bëj fjalë për një grabitje. Dhe vetëm në momentin kur policia ka hyrë në avion për të pyetur nëse kishin pamje që do të ndihmonte për të bërë të mundur identifikimin e autorëve të grabitjes, pa e ditur më pas që do të ndodhte në fakt edhe vrasja e njërit prej autorëve të dyshuar, është konstatuar që edhe ish prokurori i përgjithshëm ndodhe në atë avion për të udhëtuar në drejtim të Vjenës. Kanë ardhur deri tek imbarkimi i avionit, kanë arritur të marrin thasët me para, kanë ikur disa metra në këmbë, në pjesën fundore të pistës janë gjitur tek furgoni që mbante mbishkrimin hetimi tatimor, dhe në fakt ky ka qenë edhe problemi që siguria furgoni ishte hetimi tatimor, furgoni me cilin ata ishin. Nuk ka pasur targa, por në momentin e parë që ka hyrë punonjësit e sigurisë kanë menduar që është një institucion zyrtar dhe një institucion e autorizuar nga ligji për të kryer veprime hetimore. Mjafton të kesh një diçka të shkruar falso, një shkrim falso dhe ti hyn ku të duash, si në këtë rast. Në momentin që është konstatuar pra nga punonjësi i sigurisë që ishte qarë dera dhe ishte dëmtuar dhe ishte arritur të depërtoj, është njoftuar i CTS-ja dhe më pas ato kanë njoftuar edhe patrullën e FNSH-s, e cila qëndronte në anën në hyrjen kryesore të aeroportit. Policia FNSH-ja është vërë në lëvizje. Pse ishte FNSH-ja në aeroport? Ka afro 2 vite që policia shtetit ka masa antiterror të shtuara dhe qëndrojnë patrulla policisë FNSH-s, por edhe forcat tjera. Duke qenë se ne kishim për vizit 2 ditore në vendin tonë edhe zyrtarin e lartë amerikan Palmer, masat ishin edhe më të shtuara, për këtë arsye kanë ndodhur masat shtuara në aeroport, vizita e zyrtarit lartë amerikan në Tiranë, ish prokurori i përgjithshëm në avion dhe ata shkojnë vjedhin parat. Atëherë, nga burime zyrtare më është konfirmuar që nga ky drejtim kanë arritur të dalin në anën tjetër, pra në anën e Verilindjes, kanë arritur të depërtojnë dhe dalin në rrugën që lidh Tapizën me zonën e Kamzës. Aty është një urë e vogël e cila në fakt është e pakalueshme nga automjetet, në momentin që ato kanë zbritur nga furgoni dhe kanë tentuar t'i vendosin flakën për të djegur të gjithë dhe për të shuar çdo gjurmë, në ato moment kanë pikasur që mbrapa po i ndiqte policia, kanë nisur të qëllojnë me Kalashnikov në drejtim të furgonit të policisë dhe ndërkohë kanë hedhur granata në drejtim të tyre. Duhet kemi parasysh që kanë qenë të pajisur edhe me kallope dinamiti, kanë patur flakadan me vete, pistoleta, Kalashnikov, një arsenal, janë gjetur në automjetin, pra që kishte mbishkrimin hetimit tatimor. Në këtë moment nuk kanë arritur dot ta djegin furgonin duke lërë mbas shumë gjurmë që shpresohet ta ndihmojnë grupin e hetimit. Kjo është një foto në fakt e jashtëzakonshme që tregon gjithçka, një foto e Balkan Web që tregon gjithë situatën, gjithë çfarë ka ndodhur. Një foto që e cila ka të gjithë informacionin për ngjarjen. Ja i rikthejmë edhe një herë, një njeri maskuar që në pamje parë mendova se ishte juaj në fakt. Jo, në fakt është një maskë, është një fitur tjetër nga autori dyshuar i vërtet. Një njeri që nuk e shohim më shpejt dhe përfaqësuesi i kargos të Tias me duart lartë, valixhet e pasagjerëve, të cilët kujtojnë që kjo është një manovër e policisë. Ndërkohë dhe këtu po ndodh një grabitje e madhe, një shumë e parash që akoma nuk e dim se sa është. Paraprakisht duhet të ndërkohë edhe njëri rikthejmë fotos tjetër të Balkan Web të personazhit të vrarë tashmë. Balkan Web mbase do të ishte më etike që ne ta sfornojmë paksa foton. Në momentin që ka tentuar të kalojnë tek ura që quhet ura e golit, është një urë e cila është e pakalueshme për automjetet, kanë braktisur automjetin dhe kanë filluar ta kalojnë urën në këmbë. Në ato moment ka pas shkëmbim zjarri mes policisë dhe personave të grupit kriminal. Në moment policia nuk ka arritur të shquaj për shkak se është një kodër e vogël dhe në anën tjetër priste një furgon. Në këtë moment, pra pas si ka kaluar këtë urë të vogël, që kanë kaluar grabicit në këmbë dhe me çantat e parave në duar, kanë bërë edhe ekzekutimin e njërit prej grabicëve, i cili më pas është identifikuar si është, është parë më pas që ishte tërësisht i maskuar. Ata kanë arritur të largohen me automjetin tjetër, kanë marrë paratë të Çerkezës. Atje e kanë djegur ata automjet dhe më pas kanë ikur pra aty në Çerkezë, që është një fshat mes Qinamit dhe Bathores, kanë arritur ta djegin automjetin për të mos lënë asnjë gjurmë dhe për të shkëputur çdo kontakt me punonësit e policisë. Kjo është situata deri në këtë moment, sigurisht që kemi shumë të dyshuar më saktë dhe persona të shoqëruar, por deri tani asnjë të arrestuar. Ajo çfarë dua të theksoj lidhet me faktin që kjo është hera e dytë në fakt që thyhet siguria e aeroportit, kujtojnë 2015-ën, sërish nga njëjta kompani e transportit vlerave monetare, Nazeri 2000, me cilën unë kam kontaktuar me drejtues të saj duke më sqaruar që ata e kishin bërë, sigurisht ata nuk folën zyrtarisht përpara kamerës, por arritën sqaronin, pra ata pretendojnë që kompania e sigurimit vlerave monetare ka arritur ta dorëzoj paratë sepse duhet kuptojmë rutinan. Në momentin që kompania i dërgon paratë deri tek si morën nga makina, morën në avion. Pra,
i morë nga avioni, pra ka pas dorëzuar ngarkesën tek personat e autorizuar. Sa minuta para nisjes të avionit ka ndodhur grabitja? Ka qenë duke u nisur? Ishte në momentin që avioni kishte marrë drejtimin për nisje. Bëj fjalë për 10 mbase, maksimumi 15 minuta do të ishte në fluturim. Okej, Klodi, faleminderit, të vazhdojmë të flasim gjatë gjithë kohës, ndërkohë kontaktuam me Tian sigurisht me aeroportin, të cilët thonë për sa kohë ka një hetim për korrektes. Në respekt të hetimit, aeroporti nuk mund të prononcohet për momentin. Në çdo rast, sapo të ketë prononcime, do të mundemi t'i japim, ndërkohë do doja të kisha një lidhje me detyrinë e policisë, është Doriana Beza.